Gjatë natës, ky vend parkim në Shkup Veri është rrethuar me rrjet. Disa banor aty afër nuk dinë se cila është arsyeja e këtij rrethimi. Ata janë habitur në mëngjes kur kanë parë rrethojat. Ne znam boga bile. Sa bale ko vidite ka grada levaka. Ashtu se gradi ne znam. Sa do të vëllash apo. Disa banor tjerë thonë se aty është planifikuar ndërtimi një xhamie, por se komuna e Butelit po kundërshton. Ka disa pengesa, pale me shkakën e komuna si të vendos, pa lidhje komunës mund të bëhet. Ata si të vendosin ato, inshallah do të bëhen se nevojë kemi. Idenë për ndërtimin e xhamisë e konfirmoi vet Omer Rushidi, i cili është iniciator i autorizuar nga Bashkia Fetare Islame. Ai thotë se ka mbledhur rreth 1000 nënshkrime të banorëve që janë pro xhamis në këtë vend. Ne kishim mbrojtur me qytetarët e kësaj lagjës Shkup Veri një mbledhje, një takim, edhe dje vendosëm se për me rrethaku me vënu ato shenjat se ku do të ndodh xhamia. Ne kemi bisedime me komunën e Butelit, siç i pat edhe ju vet këto lejen që kemi aplikuar në komunën e Butelit. Këto është edhe peticionit të cilin e kemi bërë këto në lagjën Shkup Veri, me 910 nënshkrime. Sipas Rushidit, kërkesa për leje ndërtim është dorëzuar në komunën e Butelit, prej cilës presin përgjigje. Nga komuna e Butelit thonë se kërkesën e BFI-s e kanë refuzuar. Nga sektori për urbanizëm theksojnë se sipas planit gjeneral urbanistik të qytetit të Shkupit dhe sipas planit të detajuar urbanistik nuk figuron asnjë objekt fetar në këtë vend.